Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi për bashkët me zhvillimet që të kalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Miq të emisionit Pak Kufi, të vini edhe në një takim të përbashkët të serviseve publike, Radio Shkupit, Radio Tiranës, Radio Kosovës dhe Radio Podgorica. Sot është e njëjtë 12 qershor, do të debatojmë për përfundimin e kampionateve të futbollit në vendet tona dhe pjesëmarrja në kompeticione ndërkombëtare. Ndeshjet e përfaqësuesve në garën kualifikuese për botrorin e ardhshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës 2026 dhe për këtë ne kemi zgjedhur sot në studion e Radio Shkupit të thrasim gazetarin e njohur Safet Ademi, gazetarin sportiv. Safet, mirë se erdhe në Pak Kufi. Mirëmëngjes ju dhe përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit e emisionit Pak Kufi. Faleminderit që prishe pushimin për emisionin. Atëherë pa mos humbur kohë, shkojmë dhe bëjmë lidhjen e parë në studion e Radio Tiranës me kolegun Jahu Margjeko, i ftuar Defrim Metasani, gazetar sportiv. Jahu, dëgjojmë, shpresoj që edhe kolegun Defrim e keni në studio. Po, dëgjojmë shumë mirë, faleminderit me medali, faleminderit të gjithë dëgjuesve që sot janë duke në ndjekur për para radiove për të diskutuar për këtë temë të cilën ne kemi paravendosur për ta diskutuar sot, përfundimi i kampionateve të futbollit në vendet tona dhe pjesëmarrja në kompeticione ndërkombëtare, ndeshjet e përfaqësuesve në garën kualifikuese për botrorin e ardhshëm USA 2026. Si thatë ju me medali, unë tani jam në studio me gazetarin e mirënjohur sportiv Defrim Metasani. Defrim, faleminderit shumë që jeni me ne në Pak Kufi sot për kontributin tuaj. Faleminderit juve dhe gjithë kolegëve tuaj në Prishtinë, në Shkup dhe në Podgoricë. Kënaqësi që jeni bashkë dhe mbi gjitha kënaqësi që ju keni përzgjedhur sportin, në rastin konkret me medali. Po, ka përzgjedhur kolegu nga Radio Shkupi, kënaqësi. Po, me medali. Po, faleminderit, falenderojmë edhe kolegun Defrim, tërë pa mos humbur kohë, shkojmë në Radio Kosovë me kolegen Mirvete Uka, i ftuar, gazetari sportiv e Montsaçi. Mirvete, dëgjomi? Po, me medali ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje për ju dhe të ftuarit tuaj në të 3 studiot, po dhe kolegët po ashtu sikur edhe ju, edhe unë kam ftuar një kolegë tonë, një gazetar sporti, Edmond Thaqin, që është edhe redaktori i redaksisë së sportit këtu në Radio Kosovë. Edmond, faleminderit që ndave kohë dhe pse je shumë i zënë duke prezantuar në shumë emisione. Është kënaqësi mirë, faleminderit shumë që koincidon kjo për të lidhur me 2 kolegët e paralajmëruar. Është kënaqësi edhe ne ndonjëherë tu bashkangjitemi për sportin, se si shohim nga dioptria jonë gjithë këto zhvillime. Ne në Maqedoni kemi kampion mas një kohë, them relativisht të gjatë apo të shkurt, Shkëndija sërish kampione, dhe ka qenë, si thuash, një pauzë që një skuadër shqiptare nga Tetova sërish bëhet kampione. Së fundmi sa vetë kishim edhe një ndeshje derbi Serbia me Shqipërinë, po të shkojmë me radhë çfarë kemi aktuale nga liga jonë dhe si do të shkojë më tutje garat ndërkombëtare që do na përfaqësojnë Shkëndija dhe ndoshta 2 skuadra të tjera, si është kjo në të thuash në dioptrinë tuaj të një gazetari sportiv. Përshëndetje për kolegun Defrim Metasani që është në Tiranë, përshëndetje edhe për Pal Dreshaj, si gjithsesi edhe për Thaqin në Prishtinë, por Defrimi do t'i kisha thënë Defrim sa lokaliste në këtë pologut. Thot pas disa viteve të Shkëndija kampione një skuadër shqiptare, e haruam skuadrën e Strugar Trim Lumit. Pak shaka po. Mirë sa fet ma kujtove se në studion e Radios Malizi atje do t'jeti i ftuar i kolegu Cenat Gilaj, drejtori i Deçiçit nga Tuzi, Pal Dreshaj që kampionet atje më në fund kemi një skuadrë shqiptare. Kështu gjë që është aktuale në futbollin e Maqedonisë është mbyllja e kampionatit. Tani do të ketë shumë ndryshime në sistemin e garave në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë, në gjithashtu edhe në ligën e dytë futbollistike të Maqedonisë. Është një vit, të themi, jo i suksesshëm për futbollin shqiptar në Maqedoni,
sezonit 2024-2025, sepse kemi largimin e skuadrës së Voskës nga elita e futbollit, kemi largimin gjithashtu edhe të skuadrës së Gostivarit nga elita e futbollit vendor, më pas edhe skuadra e Besën nga Dobridolli, ajo humbi përmes balotazhit statusin e skuadrës elitare në futbollin vendor, por megjithatë arriti që skuadra e Bashkimit nga Kumanova pas më shumë se 15 viteve të kthehet në elitën e futbollit vendor, duke ditur se Bashkimi ishte skuadra që ka fituar dhe në të kaluarën Kupën e Maqedonisë, ka luajtur në Evropë si përfaqësues e Maqedonisë, dhe pikërisht për këtë unë mund të them se është një vit i dështuar për futbollin shqiptar në Maqedoni. Nuk e di se sa kolegët e kanë ndjekur futbollin, a do të pajtoheshin apo jo, sepse të humbesh statusin e antarit të ligës së parë të 3 skuadrave është me të vërtetë është një mëkat i madh, duke ditur se çdo gjë deshëm apo s'deshëm ne këtu është e lidhur paksa edhe me politikën ditore, ajo çfarë ndodh dhe si ndodh. Dhe sa për atë që është aktuale, ditëve të fundit ishte aktuale paraqitja e përfaqësuesit së Maqedonisë në eliminatorët e UEFA-s për botërorën e ardhshëm në grupin J. Me siguri se më vonë do të kemi edhe bisedë tjetër të cilën do ta lidhim pikërisht me këtë, që ti japim fjalë pak edhe kolegëve tonë tre studio të tjera. Po, faleminderit për gjithë këto informata që na dha. Do të doja edhe me një pyetje, domethënë të lidhem, sepse tha që do të mbetet të shënuar kjo sezon futbollistike 2024-2025, sepse 2 skuadra, do thoshe nga 3, kam pasur, si thua, dhe plane dhe investime shumë vite, dhe kjo që ndodhi thua që ka qenë determinante politika ditore, apo edhe është vërejtur, si thua, viteve të fundit që ka pasur rreth Gosivarit, sidomos le të kujtojmë se ka pasur një fuqi ekonomike shumë të mirë me një investitor të huaj. Çfarë ndodh realisht me këto skuadra që me një herë të dyat diskvalifikohen, që një vit mos marrin pjesë në të gjitha garat në fakt? Shef, duke bazuar në rregulloret e federatës, në rregulloret për garën në elitën e futbollit vendor, por jo vetëm në elitë, por gjithsesi çdo kundi. Këto të dy skuadrat nuk zhvilluan 2 ndeshje me radhë. Kuptohet për skuadrën e Voskës është diçka një çështje krejtësisht tjetër, por megjithatë skuadra e Gostivarit nuk mund ndoshta tani edhe t'ia falin vetvetes edhe Gostivari, dhe po t'i kishte humbur të gjitha ndeshjet deri në fund të kampionatit, prap do të ishte në pozitën e 9. Nuk mundesh të zbres më poshtë se pozita 9 dhe do të kishte prap një shans në ligën e dytë. Jo një shans në ligën, por do të ishte në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë, se do të kishte spaku 3 pikë më tepër se skuadra e 9 në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë. Besa Dobridolli do të luante ashtu balotazh, mirë po ajo që bie në sy, ndoshta ajde ne të themi se nuk duam të themi se ka pasur prapavija, prapaskena. Skuadra e Vardarit nga një skuadër që ishte rrezikuar të largohej nga elita e futbollit vendor, në pranverë u ringjall dhe ja erdhi deri tek trofeu Kupës së Maqedonisë dhe do ta përfaqësojë Maqedoninë në garat evropiane, që është një befasi jashtëzakonisht e madhe. Po sa të mos harrojmë se në garat evropiane 3 skuadra të Maqedonisë do të garojnë si vjet? Po do të garojnë 3, është Shkëndia, Sileksi dhe Vardari. Shkëndia është kampion, Sileksi është nën kampion i Maqedonisë, Vardari si fitues i Kupës. Mirë po ajo që sërish bie në sy, që është dështimi i futbollit, është pra skuadra Struga Trimlum që nuk ia doli të siguroj daljen në Europë, si ishte kampion, jo vetëm që nuk e mbrojti titullin, por nuk ja arriti të merrin pozitën e cila do t'i siguronte edhe thuaj kualifikimin në ligat e UEFA-s, dhe të ishte përfaqësuesi i 4, ashtu siç ishte Rapotnički, sepse pretendoi Voskos, Struga apo Rapotnički të jenë përfaqësuesi i 4 i Maqedonisë. Faleminderit. Shkurt jemi, vërtet ja mund vazhdoni ju? Po, faleminderit me Dali, faleminderit ftuarit tuaj. Do të sa më shkurt jemi që të kemi sigurisht, që siç thani ju gjithmonë të kemi dinamik, patjetër. Defrim, vjojmë bisedën këtu në Radio Tirana me zotin Defrim Metasani. Defrim në fakt situata nxehtë ishte këto ditë kombëtare jonë për pasuesja kombëtare e Shqipërisë, por ne do ta fillojmë nga verdiktet e superiores ose Superligës për sezonin 2024-2025. Po. Verdikti kryesor është titulli kampion, është Egnatja, skuadra që përsërit suksesit.
Dhe për herë të dytë është ekipi i një qyteti të vogël në zemër të Shqipërisë, në Shqipërinë e Mesme, në qytetin e Rrogozhinës, por që po bën historinë e madhe të futbollit. Kampion e Shqipërisë. Dikur e kemi konsideruar Ignatian si hirushe, tashmë është një realitet i bukur i futbollit shqiptar. Është titull plotësisht merituar në ndërtimin e trajnerit të Edlir Titova. Po. Dhe natyrisht titulli merituar ku loja kolektive është primare në këtë skuadër dhe është bërë faktor në futbollin tonë, do të marrë pjesë në Ligën e Kampionëve. Skuadra që do të marrë pjesë në Ligën e Kampionëve. Në ka që Dinamo Vllaznia dhe Partizani në mbitur në vendet 2, 3 dhe 4, ku do të marrin pjesë në Ligën e Konferencës. Po. Pra në Kupën e Evropës, por që tashmë quhet Liga e Konferencës. Ku i dhe shorti? Shorti do të hidhet tashmë do të bëhet çdo gjë gati dhe do të kemi ekipet do të mësojmë me kundërshtarët. Bekimbali është gërshënuesi më i mirë në Shqipëri me 19 gola. Bekimbali që ka nga kategoria superiore Laçi dhe Skënderbeu, dy skuadra që në fakt më të priteshin për performancën që kanë treguar në dekadën e fundit, qoftë në Europa League, por dhe në kompeticionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Laçi pas 15 vitesh. Laçi natyrisht ka bërë lajm, rënë e Laçit nuk pritet, por gjithsesi ky është futbolli që merr ato që meriton. Laçi rëshiti këtë vit. Ngjitjet e superiore janë një emër i madh dhe një emër i vogël. Është Flamurtari që ka festuar një vit më parë 100 vjetorin. Flamurtari i Barcelonës. Legjendar që din të gjithë me pjesëmarrjen e famshme që bëri pas viteve 85 në kompeticionet europiane, që eliminoi edhe Partizanin e Beogradit, në ndesh si barabart me Barcelonën dhe me shumë skuadra të tjera, duke arritur të fitojë në Vlorë, madje dhe të barazoj. Ka barazuar dhe në Barcelonë, ndërkaq që është edhe Vora, një emër i ri që për herë të parë ngjitet në superiore, duke shkruar në librin e art të superiores emrin e saj, Vora, pra një ekip që në fakt është afër Tiranës, por nuk ishte shkruar asnjëherë por. Futboll tashmë më në e parë që vjen në superiore. Pra ky është lajmi që thuash. Edhe ngjitje flamurtare që natyrisht ishte evoluar, por dhe për herë të parë kemi vënë kategorinë superiore. Fituesi i Kupës së Shqipërisë është Dinamo. Dinamo që rikthen emrin, edhe pse është Dinamo City tashmë, ne gjithë themi Dinamo, sepse kështu na angel ta njohim dhe ta respektojmë në histori Dinamon e treshës së famshme Zori Parnaska Ballxhini. Që bëri edhe një moment tjetër ishte i Superligës, tifozët e Tiranës mbajtën frymën deri në minutat e fundit për të qëndruar në Superligë. Përballë Përgadecit, sepse Përgadeci bëri do të thojë një kulm të tij, arriti pra të eliminoi skuadrat si Bureli që ishte e 4. E kam vjenë tek Tirana një emër i madh dhe erdhi si vjet në këtë situatë. Tirana në fakt nuk meriton pa emrin që ka dhe peshën e fanelës, por që futbolli nuk pyet shumë për historinë, futbolli sot është ekonomi tregu. Do më vjen keq që Tirana për pak rëshqiti dhe për pak përsëriti sepse ka bërë një. Më vjen njëkohësisht edhe mirë që qëndrojnë në Superligë, ekipi i kryeqytetit të vendit e tjera. Do të binte të ndronin ato emra. Jo, sipas logjikës tuaj sepse Tirana ka provuar kategorinë inferiore, sikurse Vllaznia, Dinamo, Partizani, të gjithë ekipet mdhaja të themi të Shqipërisë. Bylës e ka provuar disa herë. Po. Bjerë e ngjitur. Okej. Ja do vazhdojmë me tutje, ja si ta vijoj me medalju kolegu. Por ta mbajtur ritmin si ritmin e një ndeshje. Ritmin e një ndeshje. Ta mbajtur ritmin. Shkon për kolegët e Faleminderit, shumë faleminderit. Shkojmë në pamohumbur kohë në Radio Kosovë me kolegen Mirvete Uku, është fituar gazetari sportiv Edmond Saçi. Mirvete gabova herën e parë, vend gaboja unë mbi emrin e Edmondit. Nuk e di sa që është presidenti i gazetarëve sportiv të Kosovës së Montaçi. E pra. Do të them ky fakt. Nuk është pak. Sigurisht që jo. Kolegët e keni sjellur të shkëlqyer këta komplimente. Duke filluar nga Studio Tirana, Samia Demi në shkollën e legjenda të gazetarisë Montaçi, presidenti dhe patjetër në Radio Kosova. Në radhë të parë do respektojmë njerëzit tanë në radhë të parë. Drejtorin e Decit.
Tuzi është skuadra që ka bërë buj këto vitet e fundit. Ne ka nderuar ne si shqiptar. Ka bërë histori, ka bërë një reportazh për Tuzin. Po, atëherë vazhdoni kolegë. Do frem në ratë parë do respektojmë kolegët tanë dhe do i vlerësojmë ata për dijen që kanë për sportin, ju po ashtu, sepse jeni në ngjarje më shumë se kush do tjetër, sidomos më shumë se ne të tre që më shumë bëjmë tema tjera se sa sport, por nuk e lëm anash edhe sportin. Edmond, si e vlerësoni mbylljen e këtij sezoni në Superligën e Kosovës? Atëherë mirë vetë edhe njerë ju nuk falenderoj shumë, sepse për herë të parë jam në këtë emision. Një bashkim vlerash kombëtare, duke marrë parasysh që defrimin e kemi në Tiranë. Dëgjohemi pothuajse çdo javë në Radio Tirana dhe në Radio Televizion e Kosovës, respektivisht në Radio Kosovë. Një përshëndetje ngrohtë edhe me Ademin, një emër i njohur në gazetarinë sportive. Ne në Kosovë themi doajen dhe kjo defrimi i pëlqen shumë. Kurse defrimi është një bashkim vlerash që unë them një lokomotiv shqiptare. Atëherë edhe Safeti, por edhe në Radio Podgoricë, në Radio në Malit të Zi, sigurisht që Deqiqi na ka bërë nder dhe mund të themi që si vjet, për dallim nga Maqedonia që dëgjuam edhe nga kolegu që është shqiptarët mund të krenohen me këtë vit, sepse kemi 9 ekipe që do të përfaqësojnë shqiptarët në kupat evropiane. Do të thotë nga Kosova 4, nga Shqipëria 3, kemi Shkëndin, vlerën tonë kombëtare nga Tetova, Shaban Sinani do ta quante është qendra e botës, edhe kemi Deqiqin nga Mali i Zi që kemi 9 ekipe të cilat do ta përfaqësojnë futbollin shqiptar në kupat evropiane dhe kjo është për të përshëndet. Sigurisht që ka pas edhe ato të metat e veta, sidomos në ekipin shqiptare në Maqedoni, që unë i them gjithmonë i lirit, sepse gjithmonë shqiptarët kanë treguar vlera sportive, kanë treguar kulturë të lartë sportive. Gostivari po ashtu ka qenë një prej ekipeve të cilat fatkeqësisht do të largohen nga elita e futbollit maqedon, para ata do të rikthehen me shpresën edhe vitin e ardhshëm. Edhe sa i përket futbollit kosovar, dihet që drita tashmë e ka dominuar futbollin që nga fillimi i kampionatit, duke marrë parasysh që ka pas një histori fantastike, ka pas rezultate të mira dhe me të drejtë është kurorzuar edhe me titullin e kampionit. Në vendin e dytë është Ballkani që nuk ka arritur ta mbrojë titullin e kampionit. Skuadra e Ballkanit është së bashku me Besën dhe Prishtinën ndër skuadrat më të trofeshme në futbollin e Kosovës nga pas lufta e tutje. Në vendin e tretë do të jetë Malisheva, kurse Prishtina do të jetë në Evropë respektivisht, duke marrë parasysh edhe koeficientin e Kosovës në garat ndërkombëtare të UEFA-s, do të luajë në kualifikimet për Europa League. Kishte surpriza në këtë Super League? Ka pas ndonjë nga ekipet? Ka pas surpriza. Apo dhe zhgënjime për ju si tifozë dhe si gazetar sporti ndonjëherë? Si tifozë asnjëherë nuk flas, sepse gazetaria na ka bërë që ti shmangemi. Tifozë futbolli, jo tifozë ekipesh. Tifozë futbolli e thash. Drita, krahas dritës, nëse mund të themi kështu, ajo pika kyçe e zhgënimit ka qenë llapi, duke marrë parasysh që në barazh arriti të sigurojë mbijetesën kundër ekipit të Vushtrisë në Fadil Vokri, duke triumfuar madje pas ekzekutimit të penaltive. Suareka është larguar nga liga, një prej skuadrave që ka 5 vite që është themeluar. Ka qenë një prej ekipeve që në 5 gjiro të para ka qenë në vendin e parë. Nuk priçi. Pak kush e ka besuar që Suareka do të largohet nga liga. Feronikeli 74 nga Drena, se e kemi ditë pak a shumë se kanë pas probleme. Gjithashtu edhe Gjilani me Vones është kyç në përgatitje kështu me radhë. Po surpriza më e mirë kush ishte? Surpriza më e mirë është Prishtina, më në fund e kemi në Evropë. Çka ndikoi që? Sepse edhe Prishtina ka pas një edicion zhgënjues, por fal kupës ka arritur që të sigurojë Evropën. Çka ndikoi në këtë përmirësim, si e vlerësoni ju? Kam pas një trajner francez, Jean-Michel Cavalli, që në Prishtinë nuk e mbajnë mend, unë jo vetëm si gazetar, se vetë kam luajtur në Prishtinë si futbollist, si fëmijë e kështu me radhë, që në 12 ndeshje pa fitore të durohet ose të lejohet një trajner që ta drejtojë ekipin më të madh, unë gjithmonë e them, një ndër ekipet më të mëdha shqiptare të futbollit. Kështu që dikur i ra në mend që duhet ta largojnë këtë trajner, përkundër që kishte edhe probleme shëndetësore, sepse kishte 2 herë operime për gjatë një edicioni, kështu që me largimin e Jean-Michel Cavallit ju kam dëgjuar edhe më herët duke u deklaruar në media se duhet largohet. Sigurisht 12 ndeshje pa fitore. Dhe pyes në përgjithësi si e vlerësoni punën e trajnerëve ndërkombëtar, apo vetëm individualisht nuk mund t'i përgjigjsojmë? Sigurisht që trajnerët nga Maqedonia kanë dhënë një kontribut të madh në futbollin e Kosovës. Në këtë rast aludoj tek Zekiria
Ramadani, që me 3 ekipe nga Kosova shpallet kampion. Me 399, do thotë të drita është e 4-ta. Shkojmë me kronikën e Malitëzi që themi sërish edhe nga 2 herë mbas e shkurt në Dona Bjerë. E ndjekim kronikën bashkë. Dëgjues të nderuar kolegë dhe ju mysafir në studio, ju përshëndesim nga Radio Malitëzi. Në fillim të emisionit të sotëm ju e paralajmëroj mysafirin në radion tonë, vetëm po e përsëris që është në Radio Tirana futbollit Deçiç nga Tuzi Pal Dreshaj. Deçiçi këtë vit mori kupën e Malitëzi, një trofe shumë e rëndësishëm në futboll këtu në Malitëzi, i cili paraqet përveç kampionit të ligës trofeun e dytë me rëndësi. U arrit edhe një objektiv të cilin e kishim përcaktuar para 4 viteve, dhe ajo është trofeu i dytë në këtë klub për 100 vjeçare, pra në prag të kremtimit të 100 vjetorit, dhe kjo është trofeu i Kupës së Malitëzi që zakonisht quhet edhe si kupa më e ëmbël apo trofeu më i dashur në një shtet. E përjetuam me emocione, me gëzim dhe të gjithë pra ne si staf, si lojtar, por edhe të gjithë opinioni i gjerë publik malësor, si një fitore historike, një trofe i pa imagjinueshëm nëse kthehemi 4 vite më herët. Dhe kjo është si fryt i punës planifikuar mirë, i punës organizuar dhe i angazhimit maksimal të gjithë aktorëve të interesit, pra duke filluar prej lojtarëve, stafit teknik dhe administratës, tifozëve, donatorëve, sponsorëve, natyrisht edhe themeluesve. Sigurisht se për të arritur një sukses të tillë nga një klub i vogël siç është Deçiçi, nga një klub nga kategoria 2 pothuajse i humbur, Deçiçi sot gëzon reputacion të dukshëm në skenën e sportit këtu, por edhe në rajon. Për të arritur këto, sigurisht se ka pasur sfida e vështirësi, por me këtë Deçiçi do të prezantohet në futbollin evropian. Po të jesh në kulmin e një aktivitetit, një profesionit në një shtet nuk është e lehtë, natyrisht se duhet punë, mund, sakrificë, mjete materiale, por edhe njohuri, dije dhe angazhim. Ne fatmirësisht të gjitha këto i patëm. Dhe me një angazhim të gjithëve më në fund u arrit. Kupa, pra trofeu kupa e një shtetit të çon drejt për drejt në garat evropiane, në këtë rast ne jemi në kualifikimet për ligën e konferencës, gjë që për ne nuk është e re, sepse për brenda afatit 5 vjeçar që jemi duke vepruar, kjo është hera e 4 që kualifikohemi në garat evropiane. Vitin e kaluar ishim në kualifikime për Champions Liga, dhe këtë vit jemi në garat e kualifikimeve për Conference League, e cila është së shpejti. Vetë pjesëmarrja në Evropë sjell edhe benefitet e veta. Përveç benefiteve që janë pra ngritja e imazhit të klubit, prezantimi i vendit në Evropë, prezantimi i lojtarëve në garat cilësore, vinë edhe benefitet materiale. Pa mbështetje financiare do të ishte vështirë të arrihet për një futboll të kësaj kategorie, nevojitën edhe sponsor dhe mjete. Natyrisht se kur arrit edhe rezultate kulminante, atëherë edhe donatorët edhe malet mendoj se do të mbështesin. Mirë po, në sportin profesional kulminant, pra konkretisht në futboll, ne jemi duke synuar, ose jemi duke tentuar që të jemi të pavarur, mos të jemi ngarkesë e buxhetit të komunës apo e donatorëve, por të jemi financiarisht të qëndrueshëm. Dhe këtë mund e bëjmë, mendoj se jemi në rrugë të mirë, këtë mund e bëjmë përmes pjesëmarrjeve në Evropë dhe përmes transfereve të lojtarëve që i kemi. Natyrisht edhe përmes reklamave të mirë, po ne jemi një vend i vogël që të tërheqim, nuk jemi joshës fort të tërheqim donatorë të mëdhenj që mund të sjellin mjete financiare. Mirë po, mendoj që edhe për vitin e ardhshëm kemi rrëmullakua buxhetin, kornizat financiare dhe në një të ardhme të shpejt, shpresojmë se do të jemi edhe të qëndrueshëm edhe financiarisht.
Faleminderit zotri Dreshaj për një prezantim të tillë për emisionin tonë. Pra kolegi, ishte kjo kronika nga Radio Maltezi. Ju përshëndesim të gjithëve dhe ju dëshirojmë fat të mirë dhe suksese të gjitha klubeve tona që na prezantojnë në Evropë edhe në sport në përgjithësi. Për Paku Fin nga Podgorica, Senat Gilaj. Po, falenderojmë kolegun Gilaj, kishte të ftuar Pal Dreshaj, drejtorin e klubit futbollistik Deqiqi nga Tuzi, kampione e Malizi. Vazhdojmë këtu me kolegun tim Safet Ademi. Safet, vazhdimisht ka risi si tuaj sport, ju mund të zhvilloni me kolegët tuaj në Tiranë dhe në Prishtinë për novitetet si ato i perceptojnë edhe këto evropiane dhe brenda këtu je një ose mire rregullorës të federatës si të futbollit në Maqedoni. Çfarë pritet të ndodh shpejt? Mund bashkëbisedosh edhe me ato në Tiranë, Prishtinë. Hajde si të hapim pak një temë që është pak sa më atraktive këtu te në Maqedoni, propozimi i të ashtu quajturit Open Balkan. Por për fat keq edhe në këtë Open Balkan të futbollit që do të nis me siguri të aplikohet në Maqedoni, sërish futbollistët e Kosovës do të jenë të anashkaluar apo të lënë pas dore. Ndoshta kjo është hera e parë që do të diskutohet në një emision të futbollit. 2 futbollistë në çdo skuadër nga Serbia, Bosnia apo Malizi do të llogariten si futbollistë vendor në Maqedoni dhe kosovarët janë lënë jashtë këtij Ballkanit të hapur të futbollit dhe ajo që parashifet dhe sigurisht do të realizohet mos luajtja, mos përfshirja e futbollistëve U21, siç themi ne në futboll, më të ri se 21 vjet në formacionin bazë të një ekipi dhe nëse largohet në 21 vjeç që futbollisti do duhet sërish të inkuadrohet në lojë një futbollist 21 vjeçare më i ri, që do thotë kjo do të bëjë një buj, por megjithatë federata propozon që në këtë rregullore të kemi edhe të ashtu quajtur një taks shtesë të cilën do të duhet që ta paguajnë skuadrat. Nëse nuk dëshiron që në ekipin e bazë të kesh futbollist në moshën 21 vjeçare, do duhesh të paguash një taks që ende nuk është e përcaktuar shuma, por me siguri se nuk do të jetë më pak se 1.000 apo 5.000 euro, që do të arrijë një shifër deri diku në 5.000 euro, por e kundërta është edhe tek futbollistët e Open Balkan. 2 ketë të drejtë, por jo të një shteti të regjistrohesh në të njëjtin klub, pa pagesë që do të llogariten si futbollistë vendor. Mos na penalizoj kjo ende akademitë tona? Pikërisht këtë desha të them dhe desha të them se kjo mënyrë e perceptimit, kjo mënyrë e vendosjes së një rregullore të re për sezonin e ardhshëm, ku edhe ashtu do të zvogëlohet liga e parë futbollistike në 10 skuadra, që do thotë me automatizëm do të largohen 4 skuadra prej elitës dhe skuadra e 9 do të duhet që të luajë balotazh për të mbetur në elitën e futbollit vendor, që do thotë do të ketë një kampionet jashtëzakonisht interesant, por megjithatë me një shkelje flagrante të cilësisë së futbollistëve të rinj në Maqedoni, edhe ashtu akademitë e futbollit në vend nuk ju jepnin shumë gjasa futbollistëve të rinj që të luajnë në ekipet e para apo ekipet bazë, kështu që me këtë do të kemi një hap mbrapa, jo që do shkojmë një hap mbrapa, por do shkojmë 2 apo 3 hapa mbrapa edhe me përfaqësuesit e Maqedonisë, edhe me përfaqësuesin U21, U19, U18, U17 dhe kështu me radhë. Do të shkojmë gjithë një më pak më Ta shohim një vlerësim edhe Defrim çfarë mendon për këtë risi, domethënë për Open Balkan. Në fakt nuk është se kam informacion për këtë temë që ju po trajtoni, por gjithsesi të përjashtosh gjendën e Kosovës është për të ardhur keq, sepse ata janë faktorë jo vetëm atje ku luajnë, por janë faktorë kudo. Pasi për mua Kosova ka qenë në një fidanishte e madhe e futbollit dhe kuptohet që futbollistët janë përfaqësues më të mirë dhe ambasadorët më të mirë të Kosovës, jo vetëm brenda por jashtë të vendit, dhe duhet që ata të jenë pjesë kudo që luajnë dhe nuk duhet të përjashtohen asnjëherë. Nuk duhet që futbolli të përcjellet në politikën. Për mua politika në futboll është pozicion jashtëloje për mua. Po drejt fakt, zoti Mesdasani, ndoshta edhe ne nuk e kemi shumë të lehtë ndonjëherë të trajtojmë eksaktësisht disa realitete që përcjellin zhvillimet në sport, gjithandaj duhet të kishim ndonjë njerëz ndoshta edhe nga këto eprorët e sportit në Shqipëri për ta trajtuar këtë argument më saktë.
ju faleminderit për opinionin tuaj, për argumentin tuaj. Ndoshta me medali nuk duhet ta anashkalojmë këtë realitetin që përcollëm ndeshjet e Shqipërisë të Kosovës në fakt ishte miqësore, apo ndeshjet edhe përfaqësuese të Maqedonisë. Është tani 17 ora, kjo pjesë le të mbetet për përfaqësueset tona, domethënë. Le të vazhdojmë prej Tiranës se si ishte atmosfera në prag ndeshjes Serbi-Shqipëri dhe mbetëm ne si shqiptar të kënaqur nga kjo 0-0. Natyrisht atmosfera që e mirë sepse mendoj që nuk morëm thjesht një pikë, mendoj që morëm më shumë në imazh, pasi në Shqipëri nuk ndodhi asgjë. Ndryshe nga çfarë ishte menduar dhe ishte parashikuar që do të kishte trazira dhe do të kishte probleme apo vrumë, të paktën në këtë pjesë në vërtet nuk morëm dot një fitore që do të ishte jo thjesht 3 pikë, por do të ishte fitoria më e bukur për miliona zemra, nëse Shqipëria do të arrinte ta shënonte atë gol nga pika e bardha apo do të shënonte një gol tjetër. Dhe do të ishte një fitore më shumë se sportive, mendoj një fitore digniteti, një fitore për Kosovën dhe për gjithë shqiptarët që janë. Por nuk arritëm dot, gjithsesi morëm një pikë dhe treguam që bëm një ndeshje të mirë, sa i takon ndeshjes me Serbinë. Pra ishim në përsi të paktën në shumë të dhëna tekniko-taktike dhe shifra që dalin pas ndeshjes, ishim më mirë se kundërshtari. Keq më erdhi për ndeshjen tjetër pastaj ku kombëtari u fut në ujë. Nuk arritëm do të fiton me Letoninë dhe për mua ky ishte problemi, po. Në këndvështrimin tim, nga ana figurative, një kombëtare e vogël, mbeti e vogël dhe përballë një skuadre modeste siç është Letonia. Për fat keq që ky kombëtar luan mirë me të mëdhtë dhe nuk din të fitojë dhe luan jo mirë me të vegjëlit. Bëhet e vogël përballë të vegjëlve apo përballë të doptit. Pra këtë njerëz nuk e ka kaluar dot. Edhe pse ka një përvojë ndërkombëtare në 2 pjesëmarrje finale të kompeticioneve të europiane, nuk ka arritur dot pra që pas këtyre prezantimeve të mëdha bëhet e tillë që tjetër marrë edhe me të vegjëlit. Tani luajnë mirë puna me skuadra të mëdha, kemi fituar Poloninë me Çekinë, luajnë mirë me Serbinë pavarësisht se nuk fitojnë, dhe kur vjen puna me Andorën apo me ishit paroj para pak kohë që barazuam këtu me Moldavinë, Letoninë apo me skuadra modeste. Që është 138 në nuk arritëm dot renditjen e FIFA. Ta bëjmë atë skuadrën mirë dhe një problem tjetër që unë e konstatoj si gazetar sportiv, ne nuk kemi një kombëtar me të njëjtin informacion. Unë nuk më mend një ndeshje të dytën ta kemi bërë me të njëjtin informacion që kemi bërë. Ishte më mirë që ishte një shpall më mirë, se nuk aktivizohet ndeshjen tjetër. Plus që nuk merren dhe lojtarë të tjerë që janë shumë të mirë, për shembull Berisha u shpall fituesi i kupës në Suedi, në tifozës që aktivizohet Daku. Po, apo lojtarë të tjerë është një tjetër Lindon, i cili Salau, i cili është në luan me Rijekën, doli është me fushori më i mirë i shpallur atje. Dhe doli kampion dhe të kupën në Republikën Kroaci, po futbolli kroat nuk është pak. Dhe ai nuk merret fare në kombëtare. Pra nuk përfshihet, jo që zgjidhë informacion. Pra ka ca probleme që duhet zgjidhur. Nuk thirrën, nuk është thirrur. Lindon Salau nuk është thirrur në kombëtare. Por gjuna, mos thirret ai element. Është fitues, është kampion dhe fituesi i futbollit shqiptar. Ne në fakt mund të përcjellim shumë problematika për këtë realitet të kombëtares, është edhe emision vetë. Realiteti i tifozët janë një pjesë të pakënaqur. Shqiptarët e Kosovës, dhe të Maqedonisë, dhe të Severiut, dhe Malit Ziun duhet të falenderoj dhe të shpej një menjoje publike, sidomos atyre të Kosovës, sepse na mbushin stadiumin, na japin entuziazëm, na japin shpirtin këtu, kanë ardhur qindra mijë nga Kosova këtu në ditën e ndeshjes. Atëherë ata meritojnë një menjoje, përveç menjojës që meritojnë djem që luajnë. Meritojnë edhe ata që vinë për ta mbështetur kombëtarët. Të gjithë nuk do të stadium me të ndjenjën gazetar 200.000 kërkesa, që u tha edhe 800.000. 20.000 do futet stadium, 22. Kur ju përmendët terminin e vetë Ukës dhe mund të haqit u emocionova sot, sepse më vetë ka qenë mike me Milain Krasniqi, një gazetar dhe një bilbili mikrofonet në Radio Kosova, që ndar nga jeta. Gjithmonë diskutonin pikërisht për këtë gjë. Para atë që Kosova, Shqipëria, shqiptarët e Maqedonisë janë njëkur, do të fjalë të kombëtarja nuk të falen. Të gjithë janë mbështetur dhe unë shpreh një menjore publike aty. Po, faleminderit Afrim. Në emrin e gjithë atyre futbollistëve nga Maqedonia, Nedimin dhe Jasir Hasanin kësaj radhe nuk morën shumë minuta në kombët e tyre, por shkojnë të shftuar fare. Për fat keq, talenti i Kumanovës e kam cilësuar unë, talenti kuqezi i Kumanovës, për gjuna mos tjetë.
Po. Shkojmë Kosovë. Kosova ka pasur një seri pozitive me ndeshjet e saj, si është qëndron mirë vete puna me ndeshjet e ardhshme kur luan ata dhe patjetër që kishim rezultate pozitive. Patjetër do flasim edhe për çështjet organizative dhe financiare, por fillimisht do doja dhon vlerësimin e Edmondit për ndeshjen në Shqipëri. A u zhgënjyet Edmond për një rezultat më të mirë? Pajtohem me dëfrimin sepse unë vetë kam qenë prezent në stadiumet dhe kam transmetuar këtë ndeshje në Radio Kosovë, kanë qenë gati gjysmë milioni banor në Tiranë, në sheshet kryesore të Tiranës. Fatkeqësisht nuk morëm ato që e dëshëm. Veç unë pajtohem plotësisht me dëfrimin që e mira kësaj ishte që nuk pati asnjë incident dhe treguam një kulturë të lartë para botës si tifos. Është interesant që sigurisht që në aspektin organizativ Shqipëria edhe më herët e ka dëshmuar që është organizatore e denjë e këtyre aktiviteteve të mëdha dhe ndeshjeve të mëdha, kurse ne në Kosovë atë çfarë themi? Edhe po të vdesim vetëm ta fitojmë atë ndeshje. Kështu që e kemi marrë shumë afër edhe emocionalisht, sigurisht që kemi pritur ndoshta ta fitojmë këtë ndeshje, duke marrë parasysh e kishim mundësinë edhe penalltin të ndonjëherë mesazh Rejmanaj, por megjithatë mesazhi që çon tek bota. Po sigurisht, jeta vazhdon, sporti ka këto një barazim, shpresa mbetet hende hapur për kualifikim. Sa i përket Kosovës, duke marrë parasysh që Kosova u paraqit në 2 ndeshje miqësore, pothuajse ndoshta edhe me ekipin e tretë, as të dytin jo, sepse pikërisht përzgjedhësi Foda ka dashur të bëj disa ndryshime në formacion për sjellë edhe futbollistë të rinj, të cilët në të ardhmen mund të jenë pjesë e kombëtarës së Kosovës, dhe kjo u dëshmua mirë me të reja në kombëtar. Do thotë ka pasur edhe emra të rinj, u dëshmua edhe Batan Zaborxha, i cili luan në Shqipëri në kampionatin shqiptar. Lajmi më i ri që do ta ndaj edhe me kolegët në studiot në Tiranë, Shkup dhe në Podgoricë, është Veldin Hoxha, është futbollisti më i ri. Kjo ka ndodhur për këto momente. Është 22 vjeçar i cili luan në Rubin Kaza në Rusi. Do thotë është i lindur në Rijek të Kroacisë dhe ka luajtur në të gjitha grup moshat e Kroacisë. Bëhet fjalë për një 22 vjeçar, 183 cm që luan me Soshor, është domethënë më shumë e tipare defanzive, që është një prurje e re, ka luajtur në 24 ndeshje për Kroacinë. Ka vendosur që të bashkohet Kosovës dhe që nga muaji shtator, kur Kosova do të nisë ciklin eliminator për Kupën e Botës, do të jetë nën urdhrat e përzgjedhësit Franco Foda. Pra, kemi shumë futbollistë të cilët tashmë përzgjedhësi Foda dhe shtabi teknik i kombëtarës së Kosovës do të kenë shumë futbollistë, të cilët do të mundohet të përzgjedhë ata 23 futbollistë të cilët do të paraqiten në kualifikimet për Kupën e Botës. E mira është që sulmin e kemi të frekshëm, sepse kemi shënuar 5 gola kundër Armenisë, kemi shënuar 4 kundër Komoreve dhe në 18 ndeshje Kosova ka vetëm një humbje. Kështu që Franco Foda tashmë dal ngadalë po e krijon atë fizionominë e vet. Këtë e ka dëshmuar edhe tek Austria kur ka qenë përzgjedhës për 4 vite. Është folur shumë gjatë këtyre 2 ditëve që Franco Foda mund të transferohet në Arabinë Saudite tek skuadra Al Wahid, por këtë e përgënjeshtruan këto lajme edhe presidenti i Federatës Agim Ademi, duke deklaruar që Franco Foda ka dhe kontratë me Kosovën dhe ka një mision. E ka edhe një detyrim, siç thotë Defrimi, sepse ne shqiptarët e kemi edhe një detyrim të bëjmë më të mirën, të kualifikohemi në garat e mëdha, siç është kampionati evropian dhe kampionati botëror. Kosova ka vetëm 9 vjet që është themeluar, do thotë që është pranuar në UEFA dhe në FIFA, kështu që një lajm i mirë vjen edhe nga FIFA, sepse edhe pse jo zyrtarisht, mësuam që Kosova do të ngjitet edhe për 2 vende në ranglistën më të re të FIFA-s. Pra do të jetë në pozitën e 95, kështu që është një lajm i mirë edhe për ekipet kosovare, edhe për ekipin e Kosovës që ndaj Zvicrës në Basel. Më 5 shtator, Kosova të paraqitet me një frymë të re. Kur jemi tek Zvicra, kemi marrë një informacion që janë mbi 400.000 kërkesa për të siguruar një vend në stadiumin St. Jacob Park. Para më nëse çfarë do ndodh në muajin e ardhshëm, në fillim të muajit korrekt. Do bëjnë tifo ose aty gjysmë e ekipit. Jo, ata do të bëjnë tifon për Kosovën, pa kur fal dyshimi, sepse Kosova ka luajtur 2 ndeshje miqësore me Zvicrën dhe stadiumi pothuajse ka qenë si në Tiranë si në Prishtinë. Do thotë shumica absolute shikuesve kanë qenë shqiptar. Do thotë është një interesim shumë i madh në Basel më 5 shtator të jetë i tëri shqiptar. Kështu që Kosova do të ketë një mbështetje të madhe edhe në Basel dhe ta nisë mbar me këmbë të mbar kualifikimet për Kupën e Botës. Personalisht
Ku e shihni nevojën për të bërë ndryshime për një sukses më të mirë në botror? Apo jeni i kënaqur me këto çfarë po përfliten se do janë ndryshime? Kemi pas mungesën e Don Zhegrovës për shkak të lëndimit, tashmë është kthyer. Madje ka qenë një ndeshje revjale për nder të çlirimit të Prishtinës. Ka luajtur Don Zhegrova, flitej për një transferim të mundshëm në Napoli, por duket që me transferimin e Kevin De Bruyne që tashmë veç ka përfunduar të gjitha ato detajet të transferimit, janë shumë klube të hapura për Don Zhegrovën në klubet evropiane. Informacioni më i ri vjen për Amir Rahmanin, kapitenin e Kosovës, që luan tek Napoli, janë të interesuar ato Tottenhami dhe Aston Villa. Do thotë kemi futbollistë të cilët vërtet janë ata të cilët po na bëjnë krenar, janë 70 futbollistë në listën e FODAS. Për 70 futbollistëve duhet i zgjedh 23 për të luajtur në kualifikimet për Kupën e Botës. Një plagë e re që po vjen për Kosovën, do thotë një ndryshim edhe gjeneratash, sepse dhe Vedat Muriqi tashmë i ka bërë vitet e tij, dhe Valon Berisha po ashtu që ka qenë ndër fillet e para pas pranimit të Kosovës në UEFA dhe në FIFA, kështu që kemi një të ardhmë të ndritur të futbollistëve të cilët morëm informacione tashmë që janë edhe disa futbollistë të rinj që ditëve të ardhme do bëhen publik. Mirëvete, faleminderit. Falenderojmë edhe Edmondin për gjithë këto informata rreth Zvicrës, ndeshjeve të ardhshme që pritet ndodhin. Shpresojmë që Kosova të ketë sukses në ndeshjet kualifikuese për botrorin e ardhshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Safet si qëndron puna me Maqedoninë, këto dy ndeshje fundit me Belgjikën dhe Kazakstanin nuk kishim humbje. Kazakstani fituam jashtë, me Belgjikën mbetëm baraz. Si i vlerëson ka gjasa reale Maqedonia që të kualifikohet në botrorin e 2026? Do të më lejojnë sigurisht edhe kolegët edhe në Tiranë edhe në Prishtinë që ta them edhe atë mendimin rreth ndeshjes Serbi-Shqipëri. Do vrem pikërisht këtë ndeshje unë ta them duke biseduar edhe ju, duke thënë fjalët e juaja gjatë këtij emisioni se pikërisht kombëtarët shqiptarë në ndeshjen kundër Serbisë i mungoi përgatitja mentale për këtë ndeshje, sepse nga ajo që u pa në fushë kombëtarja nuk ishte mentalisht e përgatitur për këtë sfidë në të cilën jo vetëm që Federata Shqiptare e Futbollit ranë në grackën e mediave serbe, por ranë edhe të gjithë në stafin teknik, ranë në grackë edhe mediat shqiptare, pa marrë parasysh se ku jemi si media shqiptare, në grackën e mediave serbe, se në Tiranë po përgatitet një fer për përfaqësuesen serbe, se u di ishte qartë se nuk do të ketë tifos të Serbisë, dhe të gjithë u morëm më shumë me atë se sa do të ketë incidente në Tiranë, se sa do të ketë sukses kombëtarja shqiptare në Do të thonë që u defokusua vëmendja? Vëmendja u përqendrua krejtësisht në një kahje tjetër, jo në ekipin kombëtar shqiptar dhe përgatitjes së saj për ndeshjen kundër Serbisë. Dhe ajo që ka të bëjë me Kosovën për mua personalisht dhe si një gazetar jashtëzakonisht me një përvojë të madhe në ndjekjen e këtyre eliminatorëve, sepse nuk kam humbur asnjë eliminatore deri tani prej vitit 1993 të përfaqësuesës së Maqedonisë. Kosova është në grupin jashtëzakonisht të fortë. Nuk duhet të gënjehemi as ne si gazetar, po as Federata e Kosovës të futbollit, sepse vetëm përfaqësuesja e parë në këtë grup shkon në botror, është këtu Zvicra, është Slovenia, është Suedia. Nuk duhet të gënjehemi se slovenët kanë një futboll të dobët apo Suedia, sepse të gjitha janë e vetmja mënyrë Kosova që mund të bëj një hap jashtëzakonisht të madh drejt kampionatit botror është pikërisht fitoret në transfer kundër Suedisë dhe kundër Slovenisë. Le ta fitojmë Zvicrën në Prishtinë dhe le të humbim në Bazel, çdo gjë do të ishte në rregull. Nëse mundim Sloveninë dhe Suedinë si Kosovë në transfer, atë çdo gjë do të jetë e përfunduar për Kosovën dhe Kosova do të luante në botror. Gjasa në Shqipërisë dhe kthehemi në Maqedoni Atë Anglia ka siguruar vendin e parë, ndërsa Shqipëria dhe Serbia do të garantojnë vendin e dytë. Anglia nuk është e para në grup sepse ka 3 ndeshje me fitore maksimale, por megjithatë nuk duhet të janë shkalojmë edhe serbët në këtë rast, sepse nga 2 ndeshje kanë 4 pikë, përderisa Shqipëria nga 4 ndeshje ka vetëm 5, që është dështim për këtë ekip të cilin e posedon Shqipëria, pa marrë parasysh se luajti Bajrami, nuk luajti Asani, apo luajti Hoxha, nuk luajti Sëllaj. Do është një plejar lojtarë. Jashtëzakonisht kombëtarja shqiptare ka një përzgjedhje jashtëzakonisht të mirë, mund ta bëjë në çdo sekond.
në çdo sekond Silvinjo mund të bëj një përzgjedhje ideale të 22 futbollistëve për një për shembull, nuk është Formanaj, mund shkoj vetëm me Brojën, mund shkoj me Brojën, mund shkoj me Dakun, nuk ka kurrë farë problemi. Vetëm insiston u habita pse nuk Aslani nuk gjuajti penalltin po Manaj që ka qenë jashtë forme muaj me radhë. Ajo mund të jetë vetëm përgjigje të cilin mund ta jep pikërisht Silvinjo. Edhe pse Aslani ka marrë përgjegjësi në Inter nuk ka gabuar fare, domethënë që dhe aq për t'u dhënë edhe të tjerëve dëfrimet dhe gjithë mundësi për të bashkëbiseduar, do them se Maqedonia ka një cikël jashtëzakonisht të mirë, pa humbje. Që do thotë pa marrë parasysh që trajneri i Maqedonisë Milevski kritikohet nga gjithë se nuk ka rezultate, ai ka rezultate për momentin. Sepse me Walesin ka luajtur baras në Shkup, me Belgjikën ka luajtur baras në Shkup, fitoi Kazakistanin në këto eliminatore dhe kuptohet është me 4 ndeshje 8 pika të fituara në këtë cikël eliminator dhe mund të llogarisat të ashtu quajturin joker të cilin mund ta merr si skuadra e 4 e dyta nga 4 më të mirat për të luajtur në balotazh. Kjo është ajo mirë, por te Maqedonia mungon gjithashtu një farë mënyre organizimi i brendshëm i përfaqësuesës të cilën do të duhet që ta ngresin në momentin e duhur, si pikërisht sikur se në ndeshjen me Belgjikën apo në ndeshjen edhe me Walesin kur në sekondat e fundit arriti që pranoi gol. Ajo përgatitja të cilën unë zakonisht e them përgatitja mentale dhe psikologjike mungon te Maqedonia për minutat e fundit të ndeshjes. Faleminderit Safet, mund të vazhdojmë me dëfrimin. Si janë gjasat e Shqipërisë për të kualifikuar në botrorin 2026? Po, më njëherë do të bashkëzitojmë këtë argument, por ndoshta një informacion i shkurtër për botrorin 2026 është interesant për ata që po na ndjekin. Botrori 2026 është vetëm një vit larg, janë plot 13 përfaqësuese që kanë siguruar tashmë biletën e tyre, Kanadaja, Meksika dhe Amerika, kanë siguruar vendin në Sipritës. Skuadra të tjera të kualifikuara janë Japonia, më pas Zelanda e Re, Irani, Argentina, Uzbekistani, Korea e Jugut, Jordania, Australia, Brazilia, Ekuadori, Uzbekistani dhe Jordania. Uzbekistani dhe Jordania do ta kenë për herë të parë si pjesëmarrë. Pra, plot 48 përfaqësuese do të marrin pjesë në këtë botror si asnjëherë tjetër. Të kurseva pak nga informacioni dëfrim. Sa shanse ka Shqipëria? Me që janë 28 si vjetë. Sa një qenë vitin e kaluar? Para 4 vjetësh. Nuk ka rëndësi ajo sa ekipe janë, në thëmë që Shqipëria... 16 dhe nga Europa. Shqipëria ka pak shanse. Pak shanse. Për të më thëmë fare, por gjithsesi shpresë është ajo që vdes e fundit. Natyrisht 3 pikët në Letonin, mua do më bënin optimist për të pretenduar, por lënë pikëve qoftë janë me Serbinë, qoftë në Letonin, në Riga me Letonin, do të thotë që Shqipëria ka bërë një dyshesë dhe tashmë është larguar nga objektivi i saj. Ne kemi talente, por nuk funksionojmë si skuadër. Natyrisht edhe trajneri ka bërë gabime edhe në vendosjen e lojtarëve në formacion, sepse gjithmonë kanë qenë ata të duhurit në momentin e duhur. Unë mund të kujtoj faktin sepse u diskutuar me penaltia. Rejmane ka qenë lojtari që ka bërë stërvitje diferencuar, pasi ka qenë me grip gjatë ditëve përgatitore me Serbinë, dhe ju vetëm që i besot të titullar formacion, por jep edhe penaltia. Një lojtar që mund të aktivizoj për penaltin Aslani që gjuan penalti tek Inter. Aslani është kapiteni i Gjimshiti, është Shazim Laçi që është sprovuar për raste të tilla, është Broja. Pra, kishte shumë alternativa, por gjithsesi trajneri është ai që vendos në fushë, merr përgjegjësinë, por çfarë vlera ka kur me përgjegjësinë dhe në faktësi është pozicioni i Silvinjos tek kombëtari i Shqipërisë aktualisht, i ftuari i Radio Kosovës i Mirvete Ukës, gazetari kolegu jonë Edmond Thaçi lavdroi me të drejtë Frankofodën, trajnerin e Kosovës. Çfarë mund të themi ne për trajnerin e Shqipërisë? Ka qenë një shprehje të ndjerit Bekush Birçe që më ka thënë për trajnerin. Trajneri ka vetëm një mik javë, ajo është rezultati. Vetëm rezultati mirë e bën trajnerin. Është rezultati. Natyrisht. Sa do të thënë se. Kështu që ai e lavdron Frankofodën ka të drejtë sepse ka rezultate. Vetëm një humbje në 16 ndeshje mos gabon. Ndërsa Silvinjo nuk i ka rezultatet e mira, plus që ne kemi rënë një vazë më poshtë,
pas ndeshjeve të National League. Ne kemi rënë në ligën C. Ashtu kemi zbritur në 2 vende sot në FIFA. Edhe 2 vende sot në lajmi i FIFA. fundit. Ku jemi në? Kemi qenë 66, kemi shku 68. 68. Kështu që edhe ndërkohë kur Kosova është ngjitur në vendin 95, siç është ngjitje, është ngjitje, nuk është zbritje. Jo zbritje. Ngjitur dhe në Lazo, Kosova është për të admiruar, ka talente, ka lojtarë mjaft mirë, tashmë ka gjetur dhe trajnerin e duhur. Çfarë ndodh tek ne? Pse apo janë ciklet e trajnerëve? Si duket janë ciklet, problemi është se ne sot nuk kemi një lider në skuadër. Kemi talente, kemi futbollistë mirë, por askush nuk ka më përdorë skuadrën. Kemi patur Lorik Cana për shkak që më të përdorë skuadrën. Sot nuk e kemi një lojtar të tillë. Po ja, pretendon Broja, nuk kemi një formacion. Dua të bëhem. Është i ri po të bërë, e para, e dyta ka pasur në pozicionin e tij në krahun e djallë, është në pozicionin e tij. Broja nuk është se ka dhënë 100% të kontare. Pa në këto 2 ndeshje të fundit kemi pa 2 ose 2 veprime të bukura të tij, por nuk kemi pa lojën e tij, që ta marr përdorë ekipin të ecë në katër, godas porte, ne vetëm i goditi kemi bërë në teknikalitete, a mos duhet të jetë në qendër dhe jo në krahas. Në qendër nuk është se kemi ndonjë sulmues të madh, ndonjë emër. Realisht, lojtarët shtat lart duhet të jenë në qendër, sepse edhe godasin me kokë. Duhet shfrytzuar në lartësi. Unë mbaj mend për shembull Iglitaren, kur diskutoja me trajnerin Brigël apo me Zhegën, i thoya pse mban gjithkohë, sepse më mban 2-3 lojtarë, thoshte. Se është shtat lart dhe i rrin përmbrapa mbrojtësit. Kështu që është shumë e rëndësishme vendosja e shtat lartit në qendër. Pasi të gjithë topat që krosohen duhet goditur me kokë. Ne kemi problem këtë. Ne përmendi Iglitaren, pavarësisht se nuk jemi në atë brenda temës, po është një moment për ta përgëzuar, domethënë, për ta uruar zgjedhjen e tij si drejtor sportiv i Milan. Është pak shqiptari më i suksesshëm në botën e sportit. Si thon fjalës Milanin me Dylbi. Patjetër, i drejtori Laço me kanonte. Tashmë këtu në Tiranë. Drejtori i Milanit, edhe më një mend jemi në radio, po e deklaroj publikisht, do kemi shumë lojtarë shqiptar që do veshin fanat në Milan. Milani bukur. Pallatisht, se duke qenë shpresoj se unë jam tifoz i Milanës, kështu që unë që i vogël kam qenë me Milanin. Edhe unë ashtu. Por tani ta bërë të mua i këto të fole. Nuk është më ajo koha e artë. Ja, unë mblodhem tifozët. Koha e artë do të vinë Tiranë, unë do të organizoj ta shoh Milanin. Kur jeni ju duke folur për sportin, harroni ne se kur nuk janë tifozë kolegët. Edhe kolegët janë me kë bëni tifo. Edhe unë jam për Milanin dhe sot e kuptova që defrimesh me Milan. Unë e fituesin gjithmonë, në fund përcaktohet. Edmond shkuqëzi, Edmond. Sigurisht. Shkuqëzi duhet të jetë. Të tjerë të kemi kuqezi, unë mbush studiot krejt kuqezit. Defrimi më ka sjell një fanel të Shqipërisë në vitin 2010-2011 dhe atë nuk gëzon të ma prekush në shtëpi. Ajo do të jetë deri në fund të jetës time, do ta ruaj si kujtim, sepse është fanela e parë që dikur e kemi pasur ëndër Shqipërinë, sot e kam në shtëpi. Kombëtarja është dashuri pa kushte. Safetit nuk e pyetëm për cim bën tifo, krejt ne u deklaruam përveç Safetit e Mirvetes. Edhe për Milanin sigurisht. Jo, Bayern Munich. Unë me medalje me fituesin, në fund përcaktohem. Ai që fiton. Edmond, nëse kemi pak fjalë na flasësh për përgatitjen, jemi në pjesë në krejt në fund të emisionit dhe do të pak flasim edhe për mbështetjen institucionale të futbollit në Kosovë dhe për çështjet organizative, po edhe të infrastrukturës. Kemi pasur një kohë ato pamjet me baltin e stadionit kryesor dhe ne kemi një farë obligimi që duhet kryhet për vitet në vazhdim. Do të mundohem të jem shumë i shpejt në prononcim në përgjigje. Stadiumi Fadil Vokri ka barin më të mirë në Ballkan. Ka barin hibrid. E kanë dëshmuar tashmë e kanë parë sigurisht që gjithë kemi një ndër fushat më të mira të përgatitura. Kemi 4-5 stadiume që po renovohen. Stadiumi Gjakovës gati pothuajse është i gati të renovohet, ka nisë në Gjilan, në Mitrovic stadiumi Olimpik Ademir Shari, është kampi nacional në Hajvali që do të ketë 14.000 ulse. Ndërkaq që ne po përgatitemi për ndeshjet apo për lojrat mesdhetare që në vitin 2030 do të bëhen. Ka filluar përgatitje sepse ka shumë nuk kanë filluar përgatitjet, të renovohen
Dhe viti 2030 nuk është shumë larg. Fatkesisht ligji për që prek edhe lojrat mesdhetare është në gjykatën kushtetuese, por shpresoj që shumë shpejt do të kthehet ai ligj dhe do të nisin punime sepse do të renovohet edhe pallati i rinis. Kështu që do të kemi diku rreth 300 milionë euro që do të investohen për infrastrukturë sportive. Kështu që e mira do të vije, po vije shumë ngadalë, por po shpresoj që do të kryen të gjitha këto punë dhe Kosova do të ketë së paku 4 stadiume të UEFA-s që do të jetë Eden, po ashtu edhe në stadiumin e Podujev është i kategorisë 2, do të thotë mund të luajnë edhe femrat edhe grup nëse nuk arrim ti plotsojmë të gjitha këto kritera që janë paraparë ti plotsojmë. Unë mendoj që deri në fund të vitit. Unë nuk mendoj që janë shumë gjatë 5 vitet për të ndërtuar gjithçka infrastrukturë për të cilën po flasim. Jo, këto besoj që kryen shumë shpejt, besoj që Kosova shumë shpejt do të ketë 4 stadiume që do të jenë të kategorisë 4, siç është Fadil Vokri, do të kemi edhe 2 stadiume të tjera të kategorisë 2. Aty mund të luajnë grup moshat e reja dhe do të mund të luajë kombëtarja e femrave. Krejt në fund fare shkurt Edmond. Ke përcjellur kombëtarin e Kosovës çdo kund, po atë të Shqipërisë në shumë vende kur ka luajtur jashtë Kosovës edhe jashtë Shqipërisë këtë rast. Cila është përshtypja më e mirë që keni përjetuar? Po krejt në fund, që keni përjetuar nga cila ndeshje që keni kujtimet më të bukura apo më emocionuese? Ju kujtohet diçka e veçantë tani? Po sigurisht, ka qenë ndeshja me Francën në kampionatin evropian. Po, e Shqipërisë. E Shqipërisë. Unë e kam ndjekur nga Durrësi. Faleminderit shumë Edmond. Faleminderit. Stafet dohet të shtosh diçka në fund, se jemi krejt në fund duhet ta parë jo vetëm ndeshjet të mëfaqet, jashtëzakonisht urime për lojrat mesdhetare, nuk do të jeni me siguri si Maqedonia që një pjesë të garave, lojrave të rinjve evropiane të zhvillojmë në Osijek të Kroacisë. Faleminderit koleg, faleminderit edhe të ftuarit tonë, ishte gjithë kjo që përgatitëm pa kufi Prishtina, Tirana, Shkupi, Podgorica. Po, të shtojmë edhe atë se në studion e Radio Tiranës ishte Deprim Metasani, gazetari mirënjohës sportiv, faleminderit shumë Deprim. Në studion e Radio Kosovës ishte Edmond Saçi, gazetar sportiv. Në studion e Radio Shkupit ishte Safet Ademi, gazetar sportiv. Në studion e Radio Malit të Zi Pal Dreshaj, drejtori i Futbol Klub Deçiçit nga Tuzi. Në Radio Shkup moderoi Mehmet Ali Yusufi. Në studion e Radio Kosovës Mirvete Uka. Në studion e Radio Malit të Zi Senat Gilaj. Këtu në studion e Radio Tiranës një përshëndetje nga unë Jaho Margjega dhe mirë dëgjofshim të enjtën e ardhshme. Duke falendëruar të gjithë dëgjuesit dhe të gjithë të ftuarit tanë për emisionin e ditës së sotme. Mirëmbëjtje deri te enjtën e ardhshme. Mirë dëgjofshim. Faleminderit.